Shkodra u kthye në një pikë takimi për ekspertët e sigurisë kibernetike nga Ballkani Perëndimor dhe Mëxhër me zhvillimin e edicionit të 4 të konferencës Ditët e sigurisë kibernetike të Ballkanit 2026, një aktivitet që mbledh përfaqësues të institucioneve publike, sektorit privat dhe partnerë ndërkombëtar. Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Emir Kaplani, bëri të ditur se Shqipëria përballet me sulme të vazhdueshme kibernetike, ku sipas të dhënave, një tentativë regjistrohet mesatarisht çdo 3 minuta. Ai u ndal edhe tek sulmi i fundit ndaj kuvendit të Shqipërisë. Ne jetojmë në një kohë ku transformimi digital dhe teknologjia po zhvillohen më shpejt se kurrë dhe siguria kibernetike po bëhet një nga shtyllat themelore të stabilitetit kombëtar, zhvillimit ekonomik dhe besimit publik. Siç jeni në dieni, Shqipëria vazhdon të përballet me sulme shumë serioze kibernetike. Shembulli më i fundit është sulmi ndaj Parlamentit të Shqipërisë. Kjo tregoi edhe një herë se këto sulme janë intensive, komplekse dhe të vazhdueshme. Sulmet kibernetike nuk njohin kufi dhe shpesh godasin disa vende njëkohësisht. Kur një vend sulmohet, edhe vendet e tjera të rajonit mund të ekspozohen ndaj rrezikeve kibernetike. Në Shqipëri, një tentativë sulmi regjistrohet mesatarisht çdo 3 minuta, gjë që e bën luftën ndaj tyre edhe më sfiduese. Prandaj, forcimi i bashkëpunimit përmes shkëmbimit në kohë të informacionit mbi kërcënimet, reagimit koordinuar ndaj incidenteve dhe ndarjes së eksperiencave dhe praktikave më të mira, është thelbësor për të gjitha vendet tona. Vetëm duke ndarë informacion mbi teknikat e sulmeve dhe dobësitë, mund të parandalojmë më herët dhe të reagojmë më me efikasitet. Ambasadori britanik Nicholas Abbott u shpreh se sulmet kibernetike ndikojnë drejt për drejt në proceset demokratike, shërbimet publike dhe sigurinë e të dhënave, duke kërkuar një angazhim të përbashkët për rritjen e qëndrueshmërisë. Si Mbretëri e Bashkuar, prej disa vitesh tashmë kemi investuar në bursa për sigurinë kibernetike dhe kemi dërguar një grup të vogël njerëzish në Mbretërinë e Bashkuar për t'u trajnuar në këtë fushë. Ndërsa shohim zhvillimin e këtij rajoni, shohim gjithashtu edhe rreziqet që rriten dhe sapo u përmenden edhe incidentet në parlament javën e kaluar. Këto incidente kanë rëndësi, ato minojnë besimin në zgjedhje, ato ndërpresin shërbime thelbësore, ato ekspozojnë të dhëna sensitive dhe këtë e kemi parë jo vetëm në rajon, por edhe me gjërë. Prandaj është në interesin tonë të punojmë dhe t'ju ndihmojmë të zhvilloheni si partner të qëndrueshëm në këtë drejtim. Ne vetë synojmë të jemi një fuqi udhëheqëse botërore në sigurinë kibernetike, e përgjegjshme dhe demokratike. Në 20 vitet e fundit kemi mësuar shumë, pjesërisht përmes agjensive dhe procedurave, por edhe përmes gabimeve dhe dështimeve në një mjedis që evoluon vazhdimisht. Dua të vlerësoj atë që ka bërë Shqipëria vitet e fundit, duke bërë progres real në planifikimin strategjik dhe reagimin ndaj incidenteve. Me lejoni ta mbyll me një mendim ndryshe, jo pjesë e fjalimit. Para disa javësh isha në Bruksel, në selinë e NATO-s, siç mund të imagjinoni, diskutuam për situatën në Ukrainë dhe për pozicionimin e Mbretërisë së Bashkuar në NATO. Selia e NATO-s është një ndërtesë e madhe moderne prej qelikut dhe xhami, që përfaqëson shumë mirë idenë tradicionale të luftës fizike, por ajo që po diskutojmë sot është një formë tjetër lufte që zhvillohet në mënyrë të ndryshme. Dua t'ju kujtoj këtë, edhe pse vini nga fusha të ndryshme dhe ndoshta shumë teknike, roli juaj është shumë i madh. Në këtë mjedis të vështirë gjeopolitik, ju jeni pjesë e kësaj betejë, ajo që bëni për të mbrojtur të tjerët është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe Shqipëria, siç e kemi parë, është gjithashtu pjesë e kësaj fush beteje moderne. Konferenca përfshin diskutime mbi sfidat më të fundit në sigurinë kibernetike, përfshi rreziqet e zinxhirit të furnizimit dhe kërcënimet e teknologjive të reja, si dhe panele mbi sovranitetin digjital dhe praktikat më të mira europiane.